Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kanë Allahut azza wa jalla, të falenderojmë. Prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë jemi duke folur na për hadithin e dytë, që i thonë hadithi i Gjibrilit, dhe kena marrë disa fjalime rreth këtij hadithit të dytë të 40 haditheve të Imam Neveviut. Dhe jemi në fund të këtij hadithi, jemi në rastin kur Gjibrili në formë njeriu e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha dhe i tha pejgamberit alaihi as-salatu wassalam, tha akhbirni anil iman anil ihsan, tha o Muhammed, lajmëron mu se çka është ihsani, çka është mirësia. Dhe pejgamberi alayhis salam ja kthej Gjibrilit që ishte në formë njeriu. I tha se mirësi, ihsan, është me adhuru Allahun sikur ti e sheh atë. Sepse edhe nëse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Pro ibadetet, shkolla e parë dhe këto dietarë pastaj kanë ndonë dy kategori dhe kanë thonë se nga që kjo zbërtimi i hadithit, thonje e hadithit kuptohet se disa për shembull e kanë nxjerrë për kësaj nëse shkolla më e lartë e ihsanit, e mirësisë, e që njerëzit në rrezullin të kësaj janë të pakt të kësaj kategorie, janë ata të cilët e adhurojnë Allahun sikur më po. Namazin kur e bojnë sikur me po Allahun kur janë në namazit, sikur ata janë në raport me drejt me Allahun dhe sikur e shohin Allahun, por duke mos i dhënë forma tij. Ndërsa nëse s'mundesh me adhuru Allahun në kësi nivelin, kësi kategorie, atëherë me adhuru Allahun sikur ti e sheh atë. Pra me bon namazin sikur Allahu po sheh ty tash. Me bon namazin sikur Allahu duket përcjell, me kry ibadetet e tjera sikur Allahu po të përcjell dhe po të sheh, kështu e përshkruajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përshkruajti ihsanin, dhe këto pak më shumë folëm herën e kaluar, mos zgjatemi më shumë. E pastaj Gjibrili e pyeti pejgamberin, tha akhbirni anis sa'a, o Muhammed, a ka mundësi më tregu se kur ka me ndodh kiameti? Edhe sa i kanë mbetur kiametit? Kur ka me ndodh kiameti? Pejgamberi alayhis salam i tha, mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'ili. Ti tha që po pyet. Këtu nuk din i pyeturi më shumë se sa pyetësi. Pra, unë s'di më shumë se ti. Pra, as unë nuk di se kur ka me ndodh kiameti, as ti nuk e din se ku ka me ndodh kiameti. Por pejgamberi selam ja bëri me shenjë shokëve të vet, Gjibrilit, për momentin hala nuk u di që është Gjibrili, sepse ishte në formë të njeriut, ati ja bëri me shenjë dhe umetit e tij krejt se kiametin kur ka me ndodh nuk e din kërkush. Veç supozime, mund me supozu, sikur që janë esin me ndru, për shembull me një kopë kohrave, thanë që në vitin 2012, ku kema herët, thanë 2012 ka me ndodh kiameti. Tani s'ndodhi. Tani ndryshun vitet, tani apes ndodhke. Kështu që kiameti është çështje e msheht. Këto e di veç Allahu azza wa jall. Kështu e bëri me shenjë, që s'ka nevojë mu thellu fort, bili herë për herave. Erdhi një njeri tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha, ja Rasulullah, tha, kur ka me ndodh kiameti? Pejgamberi më tha, çka ke përgatit ti për kiametin, për atë ditë? Ti çka ke përgatit? E jo një çka duhet të përpiqemi këtu, është që të përgatitemi për çatë ditë, ditën e kiametit, ditën e ringjalljes, ditën kur kanë më dalë para Allahut, ditën që Allah ka më na pyet në detaje për jetën tonë. Disave nuk ju pëlqen. Ndoshta ka njerëz të cilët nuk e besojnë që kena më dalë para Allahut,
edhe një prej shkaqeve pse ata se besojnë që na ka ditë gjykimi, ka ditë që kanë me dalë para Allahut, ka me na pyet Allahu, një prej shkaqeve, a di cila është? Është se ata e paramendojnë veten dhe dinë veten e njohin veten e tyre. E njohin veten e tyre se janë të mbushur. Ndoshta me gjunoha, ndoshta me kufriate, çështë që ka të nxjerrin prej fesë, ndoshta me mos praktikim të fesë hiç. Edhe ata e njohin, kështu që thonë çka, mendojnë që mos besimi këto i shpëton ata. Ima mi biri s'po besoj hiç që ka më dal para Zotit, se me bë pas bindje që un ka më dal para Zotit, e Zoti ka më pyet për këtë më vet për mua. Kështu që më mirë, bile tham, ja, vetë çfarë ditë gjykimi, pse kush është ngjall, kush është kthy prej atij e më na kallzu neve. Kush është ngjall dhe është kthy prej botës tjetër, më na kallzu neve gënjeshtra që ja bën shejtani ose që me thonë supozime, gënjeshtra, Allahu fjalë që ja bën shejtani në veshin e disa njerëzve, pastaj ata veç i thojnë. Shejtani ja bën që të cek, edhe tani ata veç i thojnë. Ndërsa njëna është prej arsyeve pse sunë paramendojnë veten e tyre se me bën me komfort i bindur, po i bika që vërtet pas ta morin gjallë, e ku të ringjalla ku të pyet Zoti, kur ja kanë nis më fal? E kam nis, i kam bos 70 vjet. 70 vjet? Nuk ke pas 70 vjet ke jetu pa namaz? Kur ja kanë nis me agjeru? Kur i kam bën 50 vjet, bie fjala. 50 vjet, prej 15 vjetën, 50 vjetën që shumë, ke qitku kam kërku për te me agjeru, s'ke agjeru, dhe obligimet e tjera. Kështu që, kur edhe që këtë këtu kam më pyet, atëherë nështë kjo është një për shkaqeve, që ajtë prej ta me besu ditën e gjykimit. Mirë po, na e besojmë bindë shumë, thellë. Dhe nëse dikush një njeri, kena kështu bindjen, që nëse dikush nuk beson ditën e gjykimit, edhe që ditë që ka në mendat që po e pyet tash Xhibrili pejgamberin, edhe po i tha se kur ka me ndodhur kiameti. Që ky kiameti, na e kena bindje të thellë, dhe nëse njoni nuk e beson, nuk llogaritet musliman. Nuk llogaritet ende, s'ka hyrë në Islam, nëse s'beson që ka me dalë para Zotit. E vërtet tani njeriu kur beson ditën e gjykimit, vërtet kur beson që ka me dalë para Allahut, edhe ka me dhënë përgjegjësi për çdo fjalë të tij, dhe çdo besim të tij, çdo etikad, ne thonë çdo besim të tij, bindje të tij, vërtet tani njeriu është më i sjellshëm, është më i bindur, është më punëtor në dinën e Zotit. Punëtor ku flas, çka ka kërkuar Allahu. Domethënë, punon më shumë ato që ka kërkuar Allahu, i kryen më shumë obligimet e Zotit, largohet më shumë prej ndalesave të Zotit. Sa më shumë që ti je i bindur në çka ditën e gjykimit që po e pyet ose në ditën e kiametit, ditën e gjykimit pastaj, sa më shumë që ti je i bindur, aq më shumë vepra të mira ban, si ti je i bindur. Sikur që je për shembull i bindur që shumë njerëz janë të bindur që kanë me vdek, disa as nuk e paramendojnë që kanë me vdek, po vetëm se kanë si halucinacione, kështu që kanë me vdek, por ndryshe nuk e kanë fort bindje. Ndërsa ata që janë bindur që po kanë me vdek, ata veç përgatiten për vdekjen. Përgatiten, djalit veç djalë janë, pantalon qitare kam trashëgimi, që shtëpia kam për ty, që ta jap djalit tjetër, edhe pastaj janë nis ata që i kom do pare, varimin ma bani qëtu, janë isë përgatitit, apo? Varimin ma bani të vori babës, edhe lema ofër vorit babës, po du me kono se vorit të nanës, edhe që do pare i kom do në kuleta, dhe në që të panën time, mos i bani të lashe njerëzit, por a bani lej përgatitje. Kështu do t'jetë përgatitja edhe për ditën kur të dalim para Allahut. Pra kur ndodh kiameti, kjo s'dihet. Atëherë Xhibrili tha, me që s'pudi ka se kur është kushtimisht, me pak zbërthejmë betëm. A ka mundësi me mi të regu, tha emaratiha, me mi ka du disa shenja pra kur është afru. A mi do shenja, tha o Muhammed, ka dzemi do shenja që mu më të regu, si kur të shihin që të shenja, kiameti është afër. E pejgamberi asëm ta për shenjat për t'i ka dzej, cilat janë ta, enteli del ametu rabbeteha. Shenja e parë është ta që kur ta lind rëbresha zonjën e saj. Kur ta lind rëbresha udhëheqësen e saj. Një grua rëbresh, ose kuptuat kjo pjesa, një grua rëbresh e lind zotëreshën e saj, me shumë kuptime, veç një që për shtotot me kohën tëmë për e tham, është kur lindin do vojza që i sundojnë dhe i zotërujnë nonat e tyre. Qka të të vojza me bo nona, jo qka të të nona me bo vojza. Kjo është për shenjave të kiametit. Kështu ata pejgamberi, kur ta lind rëbresha, zonjën e saj. Kur ta lind qikën, ajo bon zonja. Ka të të non, heskon,
Hecikni, nuk këtë do të me hecë që shtetë, vajza edhe që si roste, vetëm se që kjo shenjë. Se shenjët e kiametit, janë nda djetarët i këndonë dëshenjat vugla, i këndonë dëshenjat mëdhaja, i këndonë dëshenjat vugla që kanë ndodhë, dhe së përsëritën më. Pejgamberi më ka vdekë, sallallahu alaihi wasallam, më shenjë vogël, para së përsëritën më, e ka shku. Ndërsa ka shenjat vogla që nuk kanë ndodhë ende, kanë më ndodhë. Ka shenjat mëdhaja, e këtu të mëdhaja tani, si lindja djelët nga perendimi, dolja dhe gjallit e këtu, kafsha për i tukës që janë të mëdhajat, atëherë këtu ndodhin, si ndodhin, që janë njëna pas tjetës shpejt, edhe veç kiameti u afru. Por pejgamberi ka dhej për do të vogla. E prej të vogla dhe shenjë që është afru kiameti, tha kur ta lind një robresh, zonjën e vetë. Kur qika vetë i bon të zotëresh, ajo e së ndërnona në vetë, kjo një për... E tjeta tha, kur t'i shish ta pejgamberi e së pëthan me shqip, këmë zbathurit. Deri dje njënë ka hez dath, në për gjodën, në për sakak që të. Deri dje ka hez gjodë, kur t'i shish ta këmë zbathurit. Tjetër të zhveshurit, gjysmën në gjysën e donëve, haxhi, i ka pas gjysët të shkyne i ka pas. Deri dje. Pasaj tjetër shka, kur t'i linë tha, edhe kur t'i shet deri dje kanë qenë për të dath, të zbathur, edhe të deshur, në shtë kënë hetë cullak të, edhe tjetër kanë qenë barinjë të deleve. Ka qenë shka ka dita, e vishë me allon një shtokë për shku miru të delet. Ose, mësë kështë këtu, ose një shtokë për shku miru të lëpt. Tjesën s'ka dit, tha kur ndodhë pejgamesëm, vjen koha e qityre, që të këta shtyhen cili po marran ndërtesa më të larta, po shenje kiametit. Aja mërmeni se s'ka ndodhë që kja. Që kja dhe sëtë, vërdet për plata si që shtyhen ndërtesa, kur t'ja kështë historikun, i dhënë që këta këmi pos që ka shtuf të lëve, një e kishte hub. Edhe i përshunja ta. Edhe i ka pos që ka që është mësu me lëve. Kur më rëndësi, s'po du me hit ka me larta, vetëm se, kur të shtyhen që ta kam zbaturit, deri dje kanë qenë kam zbaturit e barin të deleve, as tesh as kënë pos, me vesh, vesh nëse kemë vjellë në i tesh, që ta, kur shtyhen me më ndërtesa shenjë e kiametit, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E atëherë, që ka ndodhi, kur ja tha dhe qëtu fjallë, ja ka dhe që kiameti me qëtu afruhet, e që kur t'i këshër një shenjat kiametit, sash, ka shenjat më dhoja dhe vogla. Këtu shenjat të vogla, një numër i madh i shenjave të kiametit të vogla dhe që ka ndodhi. Në herë nëse flasë me ma gjërësish për shenjat e kiametit. Një numër i madh i shenjave të vogla të kiametit, veç që ka ndodhi. Që një tjetër që së shonë këtë hadith. Një për tyne është që kur t'ja nisin me fol, njerëzit ignorant, edhe njerëz të dijes lihen anash, po flasin ignorantit në çështjet e dinjit. Kjo është shenjë e kiametit. Pastaj shenjë tjetër e kiametit haxhi është kur njëri është i sinqert, besnik, i thonë ti e gënjeshtar. E ati gënjeshtarit i thonë kjo është i sinqert dhe besniku. Këto janë shenja të plot që ka të kiametit. Kur i tha këto llofe, shkoj, tha Omeri, shkoj qa njeri, tha na, kur shkoj a njeri, a tha, felebith të me lijen, na qëndrum një kuh, qëndrum një kuh, ke një kuh ka shumë zbërtime disa, kanë thonë që ka nejtë pejgamberi hales se ka ditë lamin për 30, disa kështu kanë zbërty, për shkak një transmitimi tjetër, për 30, mas 3 dite, e ta ka Omerin, ose qatë ditë mas një qëndrimi, që është duftë të këtu në hadithin, edhe i tha, Omer, ja Rasulullah, tha, a din që njeri që ke? Tha, a din kush ke? Omeri tha, vëllaj, Allahu dhe pejgamberi din mas mirti, ty bëndisha sen, ty bëkë, si shpejhe në kamit, nuk di sen, tha, Allahu dhe pejgamberi din mas mirti. A din ta kush akon, tha, a i ka qenë Gjibrili, është ardhë më jam mësu fejnë juve. Është ardhë më jam mësu fejnë juve. Për këtë këtu që këna përmend, këtë hadithin e dytë, sikur jep me kuptu, që është imani, që është islami, që është imani, që është ihsani, kur kja më ndodhë kiameti, shenjat e kiametit e këtë këtu, sikur na kompletoj që qështu këtë fejen nëse njoni për juve, e mësën qëtë hadith mirë, qësh dohet, vetëm se alhamdulillah fejen e merë vesh mirë. Kështu tha pejgamberi, kjo është hadithi i dytë, e herën tjetër kalojmë në hadithin e tretë. Lusmi Allah të na fortë mëshirën. Lusmi Allahun me pejgamberët e na takon kullu qouli hadha. Astaghfirullah li wa lakum.